Po, Alketa, cilat janë të rejat që kemi nga seanca gjyqësore zhvilluar për dosjen hetimore, sa pak sa rëndësishme konsiderohet kjo provë? Të përshëndes Kasandra, në fakt në një moment kur pritet që gjykata e posaçme antikorrupsion të jepte një vendim në lidhje me kalimin ose jo për gjykim të dosjes së Saspakut, ku i përfshirë është dhe ish zyrtari i lartë Ilir Beqaj, në fakt ditën e sotme prokuroria e çështjes Rita Kaçkini ka vendosur të paraqesë një provë të re përpara gjykatës. Bëhet fjalë për një laptop i cili është sekuestruar më herët nga agentët e Byros Kombëtare të Hetimit në kuadër të veprimeve hetimore që janë kryer nga prokuroria e posaçme antikorrupsion gati një vit e gjysmë më parë, ku në atë periudhë u arrestuan dy persona. Bëhet fjalë për një laptop i cili është në pronësi të Alfred Nikollit, një nga të pandiorit në këtë proces, ku në këtë laptop është gjetur një tabelë Excel nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion, ku janë të rënditura pikërisht penzimet e kryer në eventin Festa. Pra bëhet fjalë për një provë e cila në fakt rëndon në këtë mënyrë ndaj të pandiorit Alfred Nikollit. Megjithatë, avokatët ditën e sotme në seancën gjyqësore kërkuan më shumë kohë nga ana e gjykatës të njihen me këtë akt të ri të paraqitur nga organi i akuzës dhe më pas të mbajnë qëndrimin e tyre apo të shprehen lidhur me kundërshtimin e kësaj prove të re në gjyq. Alfred Nikolli është një nga të pandiorit në këtë proces së bashku me disa persona të tjerë, përmendur këtu edhe shtetasit Marinila Jazaj, Gazment Haxhia, Eltol Marini, Biona Ziaj, Bredar Leka dhe Mira Topçiu, ndërkohë që këta persona janë hetuar në gjendje të lirë nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion, që për momentit që ndaj tyre pati masa sigurimi në kuadër të këtij hetimi të kryer nga ana e prokurisë posaçme, ndërkohë që në masën e sigurisë arrest në burg janë dy persona konkretisht. Ilir Beqaj, i cili ka qenë drejtues i agjencisë Saspakut, ku Spak dyshon se ky i fundit ka abuzuar me fondet e Saspakut, dhe nga ana tjetër edhe Ermal Kurtula, i cili ndodhet në tjetër masë sigurie. Në fakt, sa i përket pyetjes tuaj në rast se rëndon diçka apo jo në këtë proces, pra prova e re e paraqitur apo sa e rëndësishme është kjo provë e re e paraqitur ditën e sotme nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion, në fakt është vetëm një provë e cila më së shumti i rëndohet, po themi në këtë mënyrë, vetëm të pandiorit Alfred Nikollit, duke qenë se janë, po themi, të dhëna që janë gjetur në laptopin e tij. Megjithatë, vetë për të parë se çfarë shëndrimi do të mbajnë edhe avokatët mbrojtës në seancën e radhës së 6 maj, dhe më pas për të parë në rast do të kemi apo jo një vendim nga gjykata e posaçme antikorrupsion për të kaluar apo jo këtë dosje për gjykim, pasi duhet përmendur fakti që prej një viti zhvillohen seanca paraprake në shkallën e parë të gjyqësorit sa i përket dosjes së Saspakut. Alketa Shaba, faleminderit për raportimin.